Po ja vendosin prangat pasi vet kishte vendosur të kthehet në Maqedoninë e Veriut. Me kapel, syze, i buzëqeshur dhe me një shall në duar, ish zëvendës kryeministri Artan Grubi në mëngjesin e së hënës, ora 6:10, u arrestuan nga policia në pikën kufitare Blac. Денес во 6 часот и 10 минути на граничниот премин Блаце на влез во државата од слобода е лишен Артан Груби, кој беше баран со меѓународна потерница за истрага за сторено кривично дело. Grupi nga pika kufitare Blac është dërguar menjëherë në paraburgim në burgun e Shutkës. Më herat atij ju shqiptua dënim me 30 ditë paraburgim në mungesë, derisa ishte në arrati, që nga dhjetori i vitit 2024 kishte ikur nga Maqedonia e Veriut drejt Kosovës, duke i paraprir ngritjes së disa aktakuzave nga prokuroria publike disa ditë më vonë. Komunikimi i tij i fundit ishte një status në Facebook më 15 dhjetor të vitit 2024. Të nderuar, sot kam udhëtuar për vizitë private. Ju lutem mos shpifni dhe shpekuloni. Kam udhëtuar me dokumentat e mia dhe sigurimi im personal policor është i njoftuar. Unë sapo të kryej obligimet, do të kthehem në shtëpi pranë familjes. Grupi dyshohet për përvetësim në detyrë sepse kishte kryesuar një seancë qeveritare në momentin kur qeveria e kishte obliguar lotarinë shtetërore të blej terminale VLT që të fillojnë vetë organizimin e lojrave elektronike të fatit. Deri më tani nuk ka akt akuz ndaj tij për këtë rast dhe nuk ka informacione se deri ku ka arritur lënda. Përveç grupit, i dyshuar në këtë rast është edhe Përparim Bajrami, ish kryetari i bordit dhe ish drejtori i përgjithshëm i lotarisë shtetërore, edhe ai është në arrati. Gjithashtu, grupi së bashku me gjyqtarin Enver Bexheti u futën në listën e zezë të SBA-s për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm, ndërhyrje politike dhe përpjekje për diskreditimin e gjyqësorit. Arsyetimi është se kanë marrë rishfet për të ndikuar në proceset gjyqësore që lidhen me aktgjykimin penal ndaj ish drejtorit të Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim Sasho Mjallkov.